Njerëz internet se YouTube-sa, por sidomos ju që jeni shikues të Report Televizion, kam ardhur përsëri tek Olti Shulla, sepse fatmirësisht, përveç se është kuratori në detaj i imazhit tim, Olti ka një të mirë të madhe që këtu vijnë shumë personazhe të njohura, të cilët pastaj unë përfitoj nga rasti dhe bëhen dhe pjesë e programit tim. Siç është ajo që e pam tani që po vinte, Zonja Eni. Sot intervistën pra ne veshur kështu. Do ta bëj me zonjën Eni Çobani. Mirë mëngjes Zonja Eni, se e kemi lënë takimin në ora 9 të mëngjesit, duhet ta sqarojmë këtë pjesë. Mëngjesi, dashur, mëngjes. Nuk më u përpoqa unë që të vishesha kështu si një zonjë vërtet, se përpara teje kisha të pamundur. Tash do vishem serioze, sepse sot do intervistoj zonjën Eni. Tash të lutem, më thuaj. Je shumë e mirë një herë. Falenderoj shumë. Faleminderit. Që fillojmë mëngjesin sot bashkë me ty. Është një kënaqësi se me Oltin e fillojmë shpesh, po me ty e filloj sot, kështu që është kënaqësi. Më bëhet shumë qefi që je veshur kaq bukur me këtë fustanin e. Jam se sot kjo koha një çik kështu as dimër as. Kështu që normalisht mirë se ka ardhur të rregullohet e shkreta, kështu që flasim pas pak për së. Se më duket se jemi drejt fundit, më mbaroj, si thotë goca ime, mbaoj. Zonja Eni, qesh me zonjën Eni, sepse në fakt pyetja e parë që kam dashur të bëj, edhe që kam marrë emision në këtë intervistë është, a nuk të ka ardhur zonja Eni në majtë të hundës? Në kuptimin e mënyrës se si të thrash. Të përdorimit. Në fakt nuk më kishte vajtur mendja ndonjëherë që do merrja një titull publik, sepse tani më ky është bërë titull publik. Edhe njerëzit kudo që të takojnë normalisht nuk më thrasin asnjëherë në emrin tim, por gjithmonë zonja Eni. Sigurisht, unë mundohem që t'i thjeshtoj komunikimin dhe i them që vlereni fjalën zonja Eni. Nuk ka problem, po njerëzit prap e thon. Dhe sigurisht që unë ndihem mirë që ato ma thon, por edhe e thën shpesh më jep një farë, domethënë, rëndësie të gjës, të cilën unë nuk dua ta shpreh para publikut. Unë dua të jem ashtu e thjesht, modeste, sikundër kanë qenë gjithmonë, sikur më takon ti, sikur më takon Olti, sikur më takojnë të gjithë. Është e vërtetë që kur të takon nga afër je më shumë se modeste, je edhe shumë praktike. Njeriu duhet të takoj, të ri afër që dhe të kuptoj se kush je. Dhe kam përshtypjen që kjo e ka bërë të letë atë mision të vështirë që ke çdo të dieli, sepse kam përshtypjen e vë në pozitat e tua për aq sa e njoh ekranin, duhet të jetë mërësisht e vështirë që të bësh ato përballje, të bindësh njerëzit të dalin në ekran, dhe unë do doja që të na shpjegoje sa e vështirë është kjo punë që ti bën çdo javë, duke filluar që nga fillimi, duke nisur që nga mentaliteti i këtushëm, si arritet ta thyesh këtë tabu dhe të bindësh disa njerëz që problemet e tyre personale ti publik. Zara, është e vërtetë, sepse kush më mirë se ju e kuptoni në fakt se çdo të thot media, se çdo të thot televizion. Pra ne jemi pjesë e medias dhe realisht kur na thrasin edhe për ndonjë intervistë, realisht kemi emocion, sepse tani nuk mund të themi edhe pse jemi bashkë këtu dhe po bëjmë një intervistë, edhe un kam një emocion. Pra si do dal në emisionin tënd, të flas ashtu siç duhet, të kthej përgjigjet e duhura. Mendoni një njeri që ndoshta nuk ka dhe arsimin e duhur, por që ka dhe një problem shumë të madh, por për më tepër sjell një motor, një vlla, një nën, një baba përpara. Mendoni emocionin tani brenda familjes dhe të viti shpreh të gjithë botës, sepse kjo tani nuk është vetëm në Shqipëri. Pra juve përfshis Shqipërinë e dashur para gjithë botës, sepse unë më tepër mesazhe dhe mbështetës kam në Amerikë, Australi, Zelandë e Re, Kanada, sesa në vetë Shqipërinë, sepse Shqipëria është e vogël për masat për cilat neve duam. Shqiptarët janë shumë. Shqiptarët janë shumë dhe janë shpërndar tani më në gjithë rrezullin toksor. Kështu që unë them që është një kurajë jashtëzakonshme dhe të them të drejtën, juve më parë më tha që jeni duhet të rrim afër që të shikosh thjeshtësinë. Shiko, dhe unë këtë e kam fituar me vite. Tani unë jam gati 20 vjet në këtë profesion. Pra nuk jam më ajo vajza e re, shpenguar që ndoshta nga ndonjëherë edhe merrja pak zjarr kur flisja apo kur
komunikoja. Tani jam qetësuar. Këtë durim më kanë dhuruar shqiptarët. Dëgjimi i gjithë këtyre historive mua më ka ulur në një farë mënyre të folurin e shpejt, të pamenduar, për të gjërat ashtu siç i mendon në moment, jo. Ne duhet dëgjojmë shumë. Më vjen mirë që ky mision gati i pamundur, që ishte vetëm timi, tani është bërë i gjithë shqiptarëve. Kam përshtypjen që vjen jo vetëm prej programit, po edhe nga profesioni si avokate, kështu që Patjetër. Tani jo pa qëllim e thash, un kam 20 vjet edhe kur njeriu prezantohet thotë, "Çfarë je?" Unë them mirë jam juriste, pastaj jam pedagoge, pastaj jam avokate, pastaj jam ndërmjetëse. Pra janë të tëra shkallë të kaluara me shumë sakrifica nga kjo zonja që ju keni përballë, të cilën nuk e ka pasur një shkallë të lehtë. Hapat në të cilat janë. Olti nuk të lë, gjithmonë do të vëri nga një. Se vëreja ishte duke të shkon, e vërej që shkon brapa kamerës, e shikon ndonjë gjë edhe Olti më ka shtuar edhe këtë qetësinë e të parit të vetes në pasqyrë, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme, pra ti ndërkohë mendon çfarë do thuar, çfarë mesazhi dhe ke këtë qetësinë që të parin të paktën ma rregullon Olti, kështu që nuk merrem me këtë pjesë. Pra 20 vjet eksperiencë, kaluar në faza nga më të çuditshmet, që nëse do të vi një ditë që unë do të kem kohën e dur edhe për t'i shkruar për kuriozitet të shqiptarëve, jo vetëm për timin, sigurisht që shumë prej jush do të habiten që vërtet e ka kaluar në gjithë këto, po. Ndryshe unë nuk do isha kjo që ju shikoni përpara. Pra kam kaluar shumë gjëra, kam mësuar shumë. Njeriu edhe kur mëson. Kështu që duke filluar që nga fëmia im dhe duke vazhduar tek të gjithë shqiptarët, unë them që duhet dhe të pësoni që të mësoni. Pra askush nuk do dinte se sa e nevojshme është ndërmjetësimi nëse nuk do të dëgjonin shqiptarët në televizion. Pra, të tërë neve në misionin që ndërtuam, normalisht ishte shumë i vështirë, unë e para nuk kisha besimin e duhur që unë do t'i nxirja shqiptarët në shtëpia, do t'i nxirja në televizor, do t'i thoja që ju flisni, unë do dëgjoj dhe më pas do arrim në zgjidhje, por ja që jemi në vitin 2017, mbas 5 vjetësh, që misioni ka marrë rrugë. Unë nuk mund të them që misioni ka arritur qëllimin, por misioni ka marrë rrugë dhe unë them që kjo është një rrugë pa kthim. Nuk u nisa për të bërë ato që bëjnë në mënyrë karakteristike, sepse çdo personazh që kam përpara ka vlerën dhe personalitetin e tij. Erdha sepse isha shumë kurioze të mësoja si është mbrapa më shumë se sa Eni puna që ajo bën me njerëzit, pikërisht me këtë program. Prandaj unë nisa nga fillimi dhe në qoftë se e mban mend rastin e para, po rastet e para, gjykimet, je gjykuar sikur njerëzit aty interpretojnë, janë aktorë dhe gjërat e tyre. Dua që të asaj kohë së cilës normalisht Zoti, fati, por edhe mundësitë personale do të më lejojnë që ta vazhdoj këtë mision, gjithmonë do paragjykohem. Kështu që unë këtë gjë e kam marrë si risk. Dhe sigurisht që nuk I jap më vëmendjen që I kam dhënë në fillim. Pra, të kesh në fillim. Dëgjoj, paragjykimeve të njerëzve që na rrethojnë, neve nuk I shpëtojmë dot. Për vetë faktin që ne jemi tani më njerëz publik. Nuk vijem në pozita dhe detyrimisht që të gjithë neve paragjykohemi. Por fillimi sigurisht që ka qenë shumë I vështirë. Sigurisht se sa vazhdimi, pa diskutim. Ka qenë I vështirë për t'i bindur këta njerëzit, për ta realizuar atë rubrikë dhe punën e madhe që ti bën, të marrësh pastaj si përgjigje një ata janë aktorë, po interpretojnë. Shumë e rëndë. Thash edhe një herë, pra në fillime sigurisht që ka pasur raste mes tyre që na është dashur që dhe në mes të ndërmjetësve të zgjidhnim njerëz pikërisht për faktin që ne duhet fillonim ta edukonim këtë njerëz si kulturë. Por kjo ka ndodhur kaq pak kohë sa që mua më habit fakti që si ishte mundur dhe mbas 5 vjetësh, kur unë e kam vënë tani me detyrim, pra kush del në publik tek unë I them ju lutem, ato fillojnë hallin, unë I them të lutem prezantohu, emër mbi emër qyteti që vjen. Dhe njerëzit sigurisht që e bëjnë këtë gjë për faktin dhe të vetë tyre, pra duan të prezantohen, të thonë kush janë. Pra këto nuk janë gënjeshtra, këto nuk janë më fantazi. Ky është realitet. Tani nëse ne na vjen keq që ky realitet është shqiptar dhe nuk është italian, francez, gjerman apo amerikan, ky është realiteti shqiptar dhe ne duhet ta pranojmë kështu, bardh e zi si kundër është. Unë personalisht e kam pranuar, por unë them që të gjithë ata që janë bërë protagonistë të këtij misioni e kam pranuar gjithashtu. Por dhe shumë shqiptar të tjerë, që ju them Dasara me shumë lumturi këtë fakt,
janë të shumta ata të cilët ndoshta nuk dalin në publik, por që më takojnë rrugës, më telefonojnë, gjejnë mundësitë e tyre edhe në format online që tani janë të shumta, të komplimentojnë, të mbështesin dhe të them të drejtën të fillosh ditën me ca fjalë të bukura të thëna nga zëmra, e kujdo që ti ndoshta nuk e njeh fare, është kënaqësi e jashtëzakonshme. Kështu që unë them që ky është ajo për cilin unë luftoja deri dje dhe që do të vazhdoj të luftoj derisa të kem mundësitë e mia. Pra që njerëzit të duan ndërmjetësimin, jo enin. Mund të ketë ndonjë aty që na ndjek dhe thotë, ç'mision është ai, njerëzit dalin aty dhe zihen. Unë dua ta shpjegoj. Jo, njerëzit në fakt. Për gallat që të bëjnë qef ata që e shohin, tani unë po bëj avokatin e djallit. Patjetër, dhe është e vërtetë se këto gjëra nuk i dëgjoj vetëm nga ju. Fakti që ata zihen, kjo tregon që ashtu është konflikti në familjen e tyre. Pra ata nuk zihen se duan të bëjnë gallatën e radhës që shqiptarët i qeshin, apo shqiptarët habiten. Jo. Pra, realiteti shqiptar është i tillë. Është shumë konfliktual, është shumë agresiv. Kjo lidhet edhe në çik me tipologjinë e shqiptarëve. Ne jemi të tillë. Pra neve nuk e marrim hallin dhe ta bëjmë në kuptimin ta sillim më qetë. Pra brenda vetes tona apo edhe ta shfaqim në mënyrë që jemi në publik tani dhe të matemi. Jo. Ai flet zonjë nderuar sikur është tek shtëpia, sikur zihet brenda mureve, vjen edhe në klan dhe bën po të njëjtën situatë, sepse ashtu është. Dhe në të vërtetë, edhe unë, pavarësisht që gjithmonë dua të edukoj kulturën e durimit dhe të qetësisë, unë them, është më mirë që shqiptarët të shikojnë kush është konflikti vërtet. Ky është konflikti. S'kam pse e sjell unë më but. Ajo është ashtu. Pra, nëse të tjerëve ju duket, ose disave, pra nuk mund ta përgjigjsoj këtë, që janë edhe një çik më kritikët e asaj së cilës duke qëndruar qetë aty te krevati dhe duke lëvizur pultet dhe diku ju duket që shiko tani se këta po zihen kote kështu, ju kam kthyer dhe përgjigje nga ndonjëherë, sepse jo se jam revoltuar për faktin se kanë thënë diçka për emisionin tim. Jo, fare. Edhe një herë po ja u them, emisioni nuk është timi. Ai emision është që Eni po e bën në një moment të caktuar tjetës saj dhe nesër mund ta vazhdoj dhe dikush tjetër, nuk është emisioni qëllimi im, është ndërmjetësimi. Pra që shqiptarët të kuptojnë që kjo është zgjidhja, nuk janë as gjykatat, as prokuroria. Atëherë si mund të vija i but kur ai me nënën e tia normalisht ka një konflikt, jeta vdekje. Pra, për mua do ishte shtirje nëse ata në publik nuk do bënin atë të cilën vërtet e kanë realitet. Prandaj dhe unë luftoj që aty të sjell realitetin. Ai është realiteti. E duam edhe njerëzit e duan realitetin dhe realiteti është shumë i bukur. Prandaj të gjithë ekranet e të gjithë botës po shkojnë drejt kësaj rruge. Kurioziteti im i parë nuk është një gjë që e nxisim ne. Kurioziteti im i parë shkon tek fillimi. Edhe vazhdoi tek fillimi. Kujt ishte ideja? Ishte Gjebrea apo ti që në kushtet në cilat ne flasim është që Eni që në vitin 2002 ka pasur një emision të vetin në Telenorba shqiptare. Lex and Lex. Dhe ka qenë jo pak po 2 vjet e gjysmë. Sigurisht që nuk ka qenë kjo që ju shikoni sot, atje kishte thjesht interpretime ligjore, marrje kazusesh dhe thirrje të profesoratit, të akademikëve apo të njerëzve të sistemit drejtësisë, ku flisnim dhe shpjegonim ligjet. Dhe them të drejtën ka qenë një emision goxha i ndjekur, bëhet çdo të martë, dhe unë ndjeja domethënë për detyrë, meqense isha edhe pjesë e fakultetit drejtësisë, që bëja një detyrë si kundër në auditor e bëja edhe në televizion. Pra mësoja populli shqiptar ligjet. Mbaroi kjo fazë për shumë element, vetë ai televizion u shkri, por unë nuk hoqja dorë nga pjesëmarrja ime. Pra gjithmonë kam qenë një njeri i paneleve nëpër media, të ndryshme. Në vitet 2010-2011 ka pasur një qasje më të madhe kundrejt televizionit Klan, ftesat që më bëshin, dhe ndoshta kjo lloj vëmendje që unë i dhash kundrejt televizioni bëri që edhe këta njerëz ta shikonin pak e ndryshe. Pra, 2 kanë qenë emisione të cilat unë merja pjesë goxha, ishte E Diela Shqiptare, që Arditi kishte një pro dhe kundër, në qoftë se ju kujtohet, dhe te Fevziu, që sigurisht me këtë format që ka pasur, unë merja pjesë kur flitesh për drejtsinë apo edhe për gjëra sociale. Në momentin e verës së vitit 2012, Gjebrea nuk ishte një njeri i panjohur për mua, ai s'është i panjohur për gjithë shqiptarët, por për Enin si ishte kaq i panjohur, pasi vim nga një misi familjare prej vitesh, dhe që normalisht ai Gjirokastrit, unë Libo vite, por kemi lidhje familjare me babain e tij të ndjer. Besoj edhe një brezë apërsisht apo do të ishte më e vogël se Gjebrea. Jo, deri te Gjebrea mos më çose, më çove shumë.
Kjo ishte gjëja më e bukur. Jo, s'ja. Po kaq diferenca ka me ty, ka me Gjebren, kështu që jo. Aty më vjen propozimi i parë veror. Kështu e kam quajtur, propozim veror, ku thash me siguri kjo do të jetë një thjesht kënaqësi kështu në largësi, por që s'besoj që kjo të jetë realitet. Pra ishte thjesht një ftesë pa ditur se për çfarë. Por më thuaj që eni në fund të gushtit kam dëshirë që ti mbaro pushimet, pushimet dhe do të bëjmë një takim patjetër. Vëmendja ime u kuptua që duhesh një bashkëpunim, po kurse si për këtë emision. Atëherë më pas takimi solli nevojën e bërjes së një gjëje që të them të drejtën sot, unë ja them shpesh Gjebres, ai është bërë tani një bashkëpunëtor shumë i ngushtë në karrierën time. Them që një nga gjërat që unë e vlerësoj shumë është fakti, jo vetëm që më bëri pjesë një programi si E Diela Shqiptare me një rubrikë të veçantë që është ajo Shihemi në gjyq, por që ka rëndësi të veçantë në të gjitha programet. Patjetër, por për një gjë akoma dhe më rëndësishme, dasare që besoj juve si pjesë e media, që ka qenë shumë herët në media, më kupton fare mirë dhe nuk dua ty më në detaje, më bëri që të bëj media, por në profesionin tim. Pra, nuk më shpërfytyroj për faktin që unë të shkoja dhe të bëja një gjë tjetër. Do e kishe bëreni? Besoj jo në këto përmasa. Tani dua të merrem pak me çështjen e famës. Besoj që duhet të ketë ndihmuar. Famshme, në fakt. Mirë. Njerëzit e ke ndjen në profesionin tënd pastaj ose edhe në takimet që ke, a e shtoj kjo punën tënde? Tani unë jam brezi, meqense dolëm tek mosha tani u morën vesh se unë s'kam njerëj që e fshes se kam fare këtë kompleks. Unë jam brezi i juristëve që kanë mbaruar në vitin 96. Më janë ofruar vendet më të mira të sistemit drejtësisë sepse kam mbaruar me Italiari. Në Itali dhe në Shqipëri. Pra një njeri shumë i studiuar, nga një familje shumë e shëndetshme si ajo timja, domethënë pasin dhe problematike. Megjithatë isha e dashuruar me aulën. Unë doja auditorin. Ndoshta kjo vinte nga mamaja ime se mamaja ime mësuese të rjetër, ma kishte edukuar këtë pjesën e mësimdhënies që domethënë ajo është zgjidhja e jetës tënde. Dhe them të drejtën ajo ka qenë dashuria ime. Më pas erdhi fakti që unë u angazhova në administratën e lartë shtetërore, po në sistemin e drejtësisë, pra nuk jam darë sistemin e drejtësisë asnjëherë, dhe nga 2010-a dhe deri në këtë moment që ne flasim bashk, Eni nuk ka qenë më në shtet. Eni punon vetëm privat. Dhe sigurisht këto me angazhime si në studio private apo më pas në një fakultet privat që kam krijuar vetë dhe së fundi që nga viti 2012 unë kam studion time ligjore. Pra të gjitha këto hapa ti thash pikërisht për faktin që në vitin 2012 që mua më erdhi si ftesë, se thon njerëzit që ti tani u bëre famshme. Mua më vjen keq se unë deri në vitin 2012 unë kam qenë një njeri nëpër masa shumë të njohura se duke qenë pedagoge fakultetit drejtësisë, unë kam kaluar treçerekun e shqiptarëve po një herë, sepse drejtësia ju e kuptoni u bë fakulteti i shqiptarëve, pra s'kishte më fakultet tjetër. Pra ekzistonte vetëm drejtësia. Erdhi e tërë Shqipëria aty, kështu që unë detyrimisht isha shumë e njohur, edhe si një pedagoge pak a shumë e mirë. Jo, nuk ishte fjala. Shiko, kjo më thjeshtësoi më shumë. Kjo nuk më bëri të famshme. Ta lehtësoj punën, ku e kam kuriozitet. Patjetër që, shiko, lehtësimi i punës në kuadrin profesional unë them që jo. Kjo është një punë akoma dhe më e vështirë, se fundi atje unë jepja vetëm një lëndë. Këtu unë tani kam hapur e dashur gjithë bibliografinë e drejtësisë sërish me penale, me civile, me administrative, sepse tematikat që ti trajton janë nga më të ndryshmet. Ndërkohë që unë isha vetëm e fushës drejtës publike, unë kam dhënë tërë jetën time drejt ndërkombëtare publike dhe drejt krahasuar publike. Pra në këtë isha e profilizuar. Pra unë të ngrihesha edhe natën, thoja kushtetutën, thoja Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit dhe ç'kishte gjithë kuadrin ndërkombëtar i drejtave të njerëzit. Unë kjo jam e profilizuar. Ndërkohë çfarë ndodhi që nga 2012 unë hapa tërë tekstet. Jo se i kisha haruar, por të lëna aty më njanë, se nuk më ishte dashur që t'i fusja në funksion, sigurisht diçka kisha dhe haruar. Pra, unë kam bërë një fakultet të dytë. Vështirësia ka qenë e jashtëzakonshme, sepse tematikat thash edhe një herë dhe problemet kanë qenë nga ato të cilat unë s'm kishkuar ndonjëherë mendja që mund të ekzistonin, kështu që mua më konfrontua me një herë një realitet tepër i egër. Pra unë s'isha përgatitur për një emision të tillë. Eni, jam shumë kurioze të di raportin tënd me bukurinë, se gjithë njerëzit thonë Eni është e bukur. Sa e bukur është ajo zonja Eni. Po, tash raporti me bukurinë, unë them që do ta kesh mbyllur më përpara këtë kapitull që ta njohësh veten, se tashmë je. Po, kam mbyllur, po patjetër, kam mbyllur këtë kapitull. Në kuptimin që e njeh veten mirë, po si ke bashkëtuar. Ky është një plus i madh.
Pa diskutim, se tash edhe këtu duhet tregojmë të vërtetën. Unë nuk jam ajo kategori që të them që shiko, po jo se kështu jo. Jo. Bukuria është një plus i madh. Ti kudo që je, kudo që përballesh me çdo që takohesh, sigurisht që ky është një gjë pozitive të themi që ty të jep një dallim nga pjesa tjetër. Tani se sa ti di ta mirëmbash dhe ta mbash në nivelin e asaj që Zoti ka dhënë, kjo pastaj është merit personale. Pra, të bukur mund të kesh plot. Ata që dallojnë me bukurinë dhe përmbajtjen e tyre janë të pakët. Dhe unë them që ndoshta jam në këtë kategorinë e njerëzve që kam ditur ta mirëmbaj paraqitjen time dhe ta përshtas me profesionin që unë bëj. Kam që një natyrë që duke qenë shumë e lidhur me babain tim, jashtëmase, edhe ai sigurisht ka qenë një njerëz që ma evidentonte her pas here paraqitjen. Vinte edhe nga ai se ai ka qenë një mashkull shumë i bukur edhe. Dhe më thoshte gjithmonë më thoshte... Nuk është rastësi që ajo Eni është e bukur, po. Dhe më thoshte Eni, gjithmonë më sillte shembuj nga gazetar apo edhe njerëz të profesionit të huaj, sigurisht që jo shqiptar, se thash, shembuj për Shqipëri janë pak se jemi vend i vogël dhe detyrimisht. Dhe më thoshte Eni, filan gazetare kishte lexuar diku i madh, normalisht, dhe më thoshte që të lutem, thoshte, asnjëherë, se shikonte tendencat e mia tani vajzere, doja dhe më pak të lyhesh apo të dukesha një çik. Fillova ato rregullimet e para. Kam qenë një vajzë gjithmonë me gërsheta, për shembull, fillova, domethënë, mos mbaja më gërsheta. Edhe këta filluan të shqetësohen familja, domethënë që ti po del edhe nga kjo po natyra. Dhe më thotë, asnjëherë mos e vër bukurinë në shërbim të profesionit. Po vër profesionin tënd që aty brenda të ketë edhe bukurinë. Dhe unë këtë e kam pasur një parim jetësor, nga e cila gjithmonë thoja se edhe në ambientet mia, po është e bukur ajo si mos t'i hapen dyert. Ka qenë një shprehje që unë e kam dëgjuar shpesh. Dhe kur e kam dëgjuar nga një kolegja ime e vjetër në moshë, patjetër, por shumë profesioniste, fatkeqësisht jo e bukur, duhet ta them, por unë nuk e shikoja bukurinë tek ajo se ajo është një intelektuale vërtet. Dhe kur e dëgjova dhe prej saj, ku ajo e njeh shumë mirë edhe anën profesionale time, të them të drejtën Sara, a ditë jam kthyer dhe kam kthyer përgjigjen e parë. Nuk kam kthyer asnjëherë përgjigje, pa ditë u preka. Sigurisht kjo i takon shumë vite përpara. Dhe sigurisht që e kujtoj, i kam shkuar afër sepse tha në një ambient pak të hapur dhe i thash si është e mundur, i thash, që ta thoni ju, i thash këtë gjë. Jo, tha, unë nuk e thash ta, po thjesht që ju jeni gjë e bukur. I thash që ju ta thoni të kështu, që unë jam gjë e bukur, unë do ta merrja, thash, si kompliment. Por ju e that, i thash, në kuptimin që unë jam e bukur, prandaj dhe dyert. Jo prandaj, mbrapa që të vret. Tha, jo, përkundrazi, i thash. Atëherë më duhet, i thash, që unë të bëj një prezantim sot përpara gjithë këtyre kolegëve, që ndoshta edhe më njohin, por ju më detyruat, thash, sot që të them sa gjëra të mia. Dhe fillova dhe i bëra një CV personale, të them të drejtën, ka qenë herë e parë dhe e fundit që kam kthyer të përgjigje. Do thuash a u pendove? Jo. Nuk jam penduar, e mbaj mend si një përballje femërore, të themi, ku unë nuk ndjeva se ajo kishte dyshimin që unë profesionalisht nuk jam mirë. Po aty ndjeva për herë të parë kur një femër jo mirë e paraqitshme ka gjithmonë atë zilinë e brendshme kundrejt një femre që ka diçka ndryshe nga të tjerët. Dhe unë gjithmonë e kam thënë, mos shikoni paraqitjen, të paktën në rastin tim. Kjo është një gjë që ka ardhur nga dikush tjetër, nuk e kam bërë. Pra, unë nuk kam gjykoj për këtë që më ka dhënë, por ama ju s'mund të më gjykoni që unë e mirëmbaj këtë gjë. Unë këtë ta mirëmbaj derisa unë të kem mundësi. Pra, sigurisht që kjo mua më sjell një të mirë një herë personale, unë ndihem mirë. Pra, unë e them publikisht, unë ndihem mirë. Vite olti, krihem, rregullohem dhe dal ndryshe. Vi pa humor, të themi, del me humor. Kushtohet humori. Tani është normale. Të përbashkët. Jo, po e ka çdo femër që sigurisht ka pak logjik. Pra në momentin që unë hy në një katedër, që hy në studion time, që hy në auditor, që hy në gjykat, në prokurori, po sigurisht që njerëzit kanë një respekt ndryshe ndaj një femre që mirëmbahet. Dhe unë kur shikoj kolegët e mia që këtë gjë nuk e vën në vendin e parë, të themi, të them të drejtën, ndaloj dhe ju them, pse shikoni këtë që bëj unë? Pse nuk shikon ta bësh edhe ti? Për vetë bën. Po ju po se nuk kam kohë kështu, të tëra jemi të zëna. Por pak respekt për veten, se ke respekt edhe për ambientin ku jeton dhe për ata të cilët ti u shërben. Pra ndryshe është një qytetar kur ti vjen dhe nuk je në gjendjen tënde të mirë dhe kështu, por normalisht që mirëmbajtja
të fshehë edhe disa gjëra të brendshme. Ne gjithmonë nuk jemi të lumtur, por mundohemi që njerëzve t'ju japin pjesën tonë më të mirë në përditshmërinë tonë. Sa intervistë e bukur. Edhe nuk mora vesh gjë fare si filloi dhe si mbaroi, se ishte si një tregim, një rrëfim i bukur, kështu që në fakt në fillim, por në fakt publiku duhet ta di që ne ndoshta dyjave s'na është dhënë rasti që të jemi përballë njëra tjetrës, por rrugës sot unë ta thash edhe jashtë kamerave, po më duhet ta them. Unë jam njëri që e vlerësoj shumë mjeshmase familjen. Edhe origjina familjare për mua them që është një nga pluset më të mëdha që ne marrim në jetë. Duke qenë një vajzë që jo se e kam kuptuar vonë, por e mësova me veten time së brendshmi kur humba babain tim. Unë them që tani rrugës unë babain tënde njoh. Sigurisht nëpërmjet intervistave nuk kam pasur, por shikoj pak tek ai babain tim. Ti nuk do të më marrësh me kështu. Ai pas tjetë, domethënë pafund, por shumë e rëndësishme kur ke prindër që kanë ditur të tegojnë tek ty dashurinë, dhe unë them që ti kesh me jetë të gjatë. Kam jetuar një vajzë të mrekullueshme së ty. Tani mësova që paske edhe një motër dhe një vlla, dhe unë të uroj dhe ty një familje sa më të lumtur, por dhe ti nuk je rastisht kjo që je. Edhe ti nuk je rastisht kjo që unë pranova të bëj intervistë, se unë kam ca kohë që nuk dal më në intervista, dhe besoj që shqiptarët e kanë vënë re, jo se nuk dua të dal, por tani më unë vlerësoj edhe atyre që ju jap intervista, që din ta përcjellin fjalën time, ashtu si kundër unë e them, dhe kam qenë shumë e lumtur dhe e kënaqur që fillova javën dhe ditën me ty sot. Sepse është e hënë dhe filluam këtë intervistë në orën 9 të mëngjesit. Faleminderit. Shumë